Sot do të flasëm për mercenarët gazetarë që I kemë në Kosovë. Për ma shumë video, ju lutem se cilë që keni mundësi me bon subscribe, se edhe unë kam nevoj për juve. Ngoni mercenarët që ka flasin edhe tani jap mendimin tem. Unë jam për zbardhjen e të gjitha vrasjeve gjatë luftës e pas luftës, këshim tha që do jetë pozitiv e pafsha 100 vjetë burg. E pafsha 100 vjetë burg. Kë Milen Zeka. Berat Bozhala, Milen Zeka. Që që I din krejtë sanët, se këta janë konë gjithë konë janë konë. Jena konë që ato kur e keni sho, e keni fy, e keni denigru Femi Ladrovcin, jena konë që ato kur e keni shlajfit kjerën e në nol të abeja i njerëz janë konë gjithë konë, ku ka ndodhë një dishka, ta janë konë ato prezent. Komandant Shkupi, u ko prezent ato Femi Podrinçoki, u ko prezent Bekim Shyti, apo kuptan? Që qëto sene, po do të tani mjau përmenë tyne. Lutat me konë nuk votoj shkuqizimin e saj. Sepse kam dëshirë shumë të modhe me po ashtë në thoqe në burg, I cili ka prënë gjykatën. Ngënë. Bebe Kajtazi. Bije mbi Zotin tha që si lideren një subjekti politik, dhe bije mbi Zotin Veseli si udhëheqës si një strukture sekrete e cila ka funksionu në kuadrë të Partisë Demokratike të Kosovës. Ka gjasat mlaja që të përfundojnë në Hagë si I akuzum, nështë edhe si udhëheqës si një strukture kriminale e cila ka kidnapu njerëz, ka vra njerëz, ka vra civil, shqiptar, sërë, kundërshtar politik dhe venit të ballafaqohet me një imazh ekstra të dëmtuar për shkak të akuzave të mundshme që mund të mbërfshin kreun e Gënë tjetrin tash. Aktualisht janë në një linjë Berat Bozhala. në Serbinë për rikorrigjimin e kufizën në Ballkan. Ne nuk kemi diskutuar gjëra konkrete, nuk kemi Vesh ngëni. vitin 2010 ndoshta ka ekzistuar një numër I Berat Bozhala. me pagesë edhe vrasësve me porosi. Vrasës me Disa porosi. prej tyre janë vrarë, disa prej tyre tash janë shndruar në Bashkëpunëtorë Tribunale Special në një ashtë edhe në burg. Pra, tash në atë kohë, o du pak fantazia, o dhe kush po I kryjnë vrasjet, po këta persona që po I kam në mendje, tash ata dëshmitarë që në tribunal special të njëre a I përmena si përmen, disa prej tyre që janë vrarë, Nese, I keni ngu krejt këta farë mercenarët që janë mercenarë gazetarë, që për mu janë veç mercenarët pagun prej Serbijës edhe prej Rusijës. Këta gazetarët e tonë mercenarë, këta nuk e kanë problemin as me Ashim Thaçin, kur akon atëherë kryeministër, as nuk e kanë problemin sot me Albin Kurtin, që është aktual kryeministër. Këta paguhen prej Serbijës e prej Rusijës me shkatru shtetin. Këta nuk, qëllimi këtyne mercenarëve nuk është me shkatru një njeri, Thaçin, Ramushin, Albinin, ose dikant tjetër. Këta kanë qëllimin që sa ma shumë me dëmtu shtetin, që shteti mos me ekzistu heq, se këta për që punë paguhen prej Serbijës, që ky shtet I unë mos me ekzistu. Ta shumë njeri thët, jo po anena, jo po knina. Realiteti është që këta punojnë për se nuk më jonë me kuptu për shembull qysh njëjtit gazetar kur ish Ashim Thaçi në qeveri, kur ish në pozita atëherë, njëjtit janë që kanë thonë gjithë shka për Ashim Thaçin. Këta s'kanë pas problem direkt me Ashim Thaçin. Nuk kanë pas kur gjatë të bajnë me Ashim Thaçin. Po këta të e sulmu Ashim Thaçin e kanë sulmu shtetin e Kosovës. Sot njëjtit janë që sulmojnë Albin Kurtin, që në përmes Albin Kurtit me sulmu edhe shtetin e Kosovës.
Këta janë që si njerëz. Këta gjithë shka mundën me konë, veç gazetar nuk mund me konë. I shof krejt se dikush po thot, ja po do të me holumtu këta, s'ki nevoj me holumtu këta. Këta ki nevoj vesh me ngu, nalo 2 minuta, edhe këqyre shka ka thonë para 10 vjetë, shka ka thonë para 7 vjetë, para 5 vjetë, edhe shka thët sot. Më thonë, këta njerëz janë që 100% dojnë që Kosovën me shkatru si shtetë, se janë pagum prej Serbijës. Po jo betona që këta njerëz nuk kanë problem as me Limën, as me Thaqin, as me Ramushin, as me Albinin, as me Kërka. Ta kanë problem veç që shteti jo në ekziston. Edhe se cili njeri që ka me ardhë nesër, kryeministër ka me bon vend Albinit, kanë me abot njëjtën. Qysh ja kanë bon Thaqit, kanë me bon, qysh për e bojnë sot Albinit, nesër kanë me bon dikuj tjetër që ka me ardhë. Se këta kanë objektivin e kanë për me shkatru shtetin, nuk e kanë objektivin me shkatru një person. Po me fol për shtetin, është pak ma frigohen gjinja. Edhe këta mercenarët, këta kanë, nuk janë bosh qa shtrima, edhe pse morrin pare shumë të madhe për Serbijës, këta kanë atë ideën që ta sulmojmë një njeri që na përmes qatina ta shkatrona shtetin, ose ta bim shtetin me një luftë civile, që më vra shqiptarët me zveti, se këta opozita janë të mirë, Albini është i keq, Albini është i mirë, po ata janë të këqij, edhe këta me këqyr peslartit, edhe më vra gjinja se këta kanë qefin qashtu, se këta punojnë dit e natë për qëto detyra që marrin prej shërbimeve sekrete Serbijës, të Rusijës, ka edhe shtetet Evropës që ndihmojnë ka pak këgjasi shumë mire. Po një po ju garantoj që kur këta qenefa, këta mercenarë, kur nuk kanë me mujt me arrit, sa do që kanë me dalë në për televizione, dit e natë, po qëllimin e tyne nuk kanë me arrit, se nuk është populli qaq budal sa menon jo, që është dikush për jëngën. Jo, dikush është të jëngu, e është ka të shanë mrapa, se e din shumë mirë kush je kanë edhe kush je sot, edhe kush ki me kanë nesër. Për që ata, me keqardhe janë do njerës që i duar trokitin hala këta par njerës, ka një pjesë e vogël, nuk janë shumica, po është një pjesë e vogël, që kur të full Mylajm Zejka me ranat e tina, Berat Bozhala, e ky tjetra, e tjetri, edhe duar trokitin hala për këta njerës. Po jo të mirë, nga një shka pëthet baci. Këta janë veç për me shkatru shtetin, këta nuk janë për me shteti për para. Këtyne nuk janë një as demokracia, as flamuri, as shteti, as kurgjon. Këta janë veç me shkatru, sa të mundën me shkatru. Veç nga emisionet e tyne, kontaktet e tyne, me kanë nejt, me kanë shku në Bruxelles, me kanë shku në Beograd, me kanë nejt në Kosovë, jo shpion i Rusijës, jo shpion i Serbijës, jo anena e kënina. Veç nga historitë e tyne që vetë i kalzojnë, s'ka nevoj me ngati mas tyne. Veç në alo dhe një YouTube hen, e ngon edhe i këshyrë, a veç analizaj çfarë njerëz janë. Nëse ju përshëndes, se na shte ju lodha pak, po nuk po ta qare pa marrë me këta mercenarët e tonë. Kalën e bukur.